Habit mjeku, ja sa feta bukë duhet të hani sipas moshës dhe çfarë ndodh nëse nuk hani bukë për 30 ditë. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithra janë shumë të larta në raport me të ardhurat e tyre. Sipas këtyre të dhënave, këto shpenzime janë më të larta krahasuar me vende të tjera të Europës. Buka është kryesore për çdo njeri në këtë vend, aq më tepër kur në çdo vakt na vjen të themi natyrshëm, le të ham bukë. Por si thot populli, gjella me krip dhe kripa me karar, ndaj kur vjen fjala te konsumi i bukës dhe ai duhet të ketë një kufi. Çdo dritë tjetër mund të mbulojë nevojat jetësore të bukës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Racionet e nevojshme ditore të drithrave janë të ndryshme sipas moshës dhe gjinisë që mund të keni. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën. Ndaj kujdesuni që buka të jetë me drithra të plota, po kështu racioni ditor i bukës dhe drithit është në varësi të moshës, gjinisë dhe aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përmban bukën dhe çdo dritë tjetër që konsumoni. Ekspertët thonë se gratë nga mosha 19 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë. Burrat nga 19 në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione drithi në ditë. Burrat mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë. Sipas të dhënave, drithrat e plota, por jo të përpunuara janë më të pasur me ushqyes. Ekspertët këshillojnë që se gjysma e bukës që konsumoni çdo ditë duhet jetë e përgatitur me drithra të plota. Në varësi të drithit të përdorur, buka ofron vitaminat të grupit B, mineralet dhe fibrat. Vitamina B rregullon metabolizmin dhe ndihmon sistemin nervor. Fibra është e nevojshme për tretje, ndërkohë që mineralet janë të domosdoshme për sistemin imunitar dhe nivelin e oksigjenit në gjak. Disa njerëz e teprojnë me konsumin e bukës kur ulen në tryezën e ngrënies. Nëse i përkisni kësaj kategorie, ndiqni këto udhëzime të thjeshta për një konsum të shëndetshëm të plot të bukës, në varësi të llojit të bukës që po konsumoni, citon Elthisaj. Buka e bardhë. Qoftë e thekur ose e butë, kjo bukë është ndër më të njohurat nga të gjithë dhe shkon me gjithçka në tryezë. Një person mesatarisht mund të konsumojë deri në 8 feta bukë të bardhë në ditë. Megjithatë, siguroni që të balanconi atë kur konsumoni me burime të tjera të karbohidrateve. Për shembull, mund të zëvendësoni 3 feta bukë me një pjatë të madhe ose me një patate mesatare me një fet me bukë. Buka e zezë. Konsumi ditor i kësaj buke të shijshme varet nga qëllimet e trupit tuaj. Pra nëse po përpiqeni të ruani peshën tuaj aktuale, mund të konsumoni deri në 12 feta bukë gruri integral në ditë. Por, nëse synoni të humbisni në peshë, mund të ndryshoni dhe të qëndroni 8 feta bukë në ditë, dhe kjo varet nga marrja e karbohidrateve të ndryshme gjatë ditës. Pitet. Rekomandohet të konsumoni deri në një copë gjysmë pita në ditë. Kufizojeni atë në sasinë e një cope kur vakti juaj përmban burime të tjera të karbohidrateve si orizi, makarona dhe bollguri. Në të kundërt mund të ndikojë gjithashtu edhe në çështjet tuaja imunitare. Ekspertët këshillojnë që të jeni të kujdesshëm me konsumin e sasive të tepërta të drithrave, pasi në disa raste nuk janë fort të këshillueshme. Për ne shqiptarët, buka është një lloj si qershia mbi tort. Është ajo që jep gjithçka shije. Në tryezë mund të kesh çdo gjë të mirë të mundshme, por sigurisht që asnjë pjatë nuk shijon pa bukën në të. Për të mos haruar këtu që nëna dhe gjyshet tona e hanë bukën edhe me djathë, shalqin, rrushë të bardhë ose edhe me fiq. Por çfarë ndodh me trupin e njeriu në qoftë se vendosni të mos hani bukë për të paktën 30 ditë? Zbulojini të gjitha këto arsye të renditura sipas Elthisaj. Do të bini nga pesha. Buka është e pasur me karbohidrate të rafinuara, gjë e cila çon në akumulimin e ujit në trup. Është vlerësuar që çdo gram karbohidratesh që hani grumbullon 3 deri në 4 gram ujë. Kjo gjë do ju bëjë të ndaheni në 2 mënyra të ndryshme dhe të akumuloni yndyrë, sidomos në zonën e barkut. Do të përmirësohet sistemi i tretës. Gluteni, karbohidratet të rafinuara dhe përbërësit e tjerë që gjenden te buka ju bëjnë të ndjeheni më të fryrë. Ajo ngadalëson tretjen e ushqimit gjithashtu.
Eliminimi i bukës për një muaj do të përmirësonte ndjeshëm punën e sistemit tretës dhe do të reaktivizojë metabolizmin tuaj. Fibrat e gjetura me shumicë të buka jo vetëm që ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit, por zvogëlojnë edhe rrezikun e obezitetit dhe sëmundjeve kronike. Do të keni luhatje të humorit. Nëse ju i thoni jo drithrave të shëndetshme, i keni thënë jo neurotransmetuesve si serotonina që ju bën të ndjeheni më mirë. Karbohidratet janë burimet kryesore të energjisë së trurit. Kur një person eliminon karbohidratet, ai do të ndihet i lodhur, i plogësh dhe do të shfaqë probleme me pagjumësinë. Rritet rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit të tipit 2. Sipas shoqatës amerikane të zemrës, drithrat mund të përmirësojnë nivelin e kolesterolit në gjak dhe të ulin riskun e sëmundjeve në zemër, obezitetit dhe diabetin e tipit 2. Kështu që duke eliminuar bukën, rrisni rrezikun për të prekur nga këto sëmundje. Për ne shqiptarët, buka është një lloj si qershia mbi tort, është ajo që jep shije gjithçkaje. Në tryezë mund të kesh çdo gjë të mundshme, por sigurisht asnjë ushqim nuk do të shkonte më mirë se sa me konsumin e bukës. Buka është një zgjidhje shumë e mirë nëse konsumohet brenda normës së lejuar, por në të kundërt mund të keni gjithashtu edhe një sër problemesh. Gjithashtu, mund të rritet risku i sëmundjeve kardiovaskulare nëse teproni me konsumin e bukës, por duke konsumuar atë brenda normës së lejuar, atëherë do të keni një sër përfitimesh për shëndetin tuaj. Konsumi i bukës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Por reduktimi i konsumit të saj mund të sjellë një sër përfitimesh për organizmin. Gjithmonë, nëse zvendësoni atë edhe me produkte më cilësore, atëherë përfitimet që do të merrni nga buka do të jenë vërtet fantastike. Ekspertët në disa raste këshillojnë gjithashtu edhe bukën e zezë ose bukën e thekrës si një zgjidhje mjaft e mirë. Buka mund të jetë një produkt i zakonshëm, por sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të mbetet në vendin e parë të listës së ushqimeve më të konsumuara në botë. Në bukën e zezë, kokrat e grurit sintetizojnë dhe ruajnë brenda vitaminën E dhe komplekset me vitaminën B. Vitaminat e grupit B të intensifikuara në enzima të ndryshme marrin pjesë në shumë reaksione që zhvillohen në qelizat, sikurse janë metabolizimi i mikrosubstancave ushqyese, sinteza neurotransmetorëve, prodhimi i energjisë e të tjera. Ekzistojnë disa përparësi të bukës së zezë me bukën e bardhë që japin bukës së thekrës një reputacion më të mirë në mesin e nutricionistëve, profesionistëve të shëndetit dhe njerëzve me një mënyrë jetese të shëndetshme. Buka e thekrës ka më shumë fibra të forta që nuk mund të treten. Këto fibra njihen gjithashtu si fibra të cilat përmirësojnë thithjen e ushqimit dhe stabilizojnë traktin tretës. Për më tepër, buka e thekrës ndihmon në largimin e substancave toksike që dëshmojnë edhe elementë të dëmshëm dhe toksinave nga trupi, prandaj rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga sëmundje të zorëve. Do të merrni më pak kalori. Sa më e zezë buka, aq më shumë mjed thekre përmban, por në përputhje me rrethanat më pak kalori. Pra për 100 gram bukë të thekrës do të keni 174 kalori për dallim nga buka e bardhë. 100 gram për të cilave përmbajnë 250 kalori. Prandaj të gjithë ato që duan të humbasin në peshë këshillohet të hanë bukë jo të bardhë, por bukën e zezë të thekrës. Sigurisht ky nuk është një produkt me kalori të ulta, por ende konsiderohet një dietë sepse karakterizohet nga ngopja e lartë, gjë që bën një person të ndihet më i ngopur. Përmban më shumë aminoacide dhe vitamina esenciale. Një kokër thekër praktikisht nuk ndryshon nga përbërja dhe vetitë e dobishme të miellit të grurit nga i cili është bërë edhe homologu i tij i bardhë. Sidoqoftë, thekra është më rezistente ndaj proceseve të përpunimit se kokrat e grurit, prandaj ruan edhe përbërësit e saj shumë të dobishëm. Buka e zezë e thekrës ka efekte të mira edhe për personat që janë anemik dhe është edhe dobishme për grashtat zana. Buka e thekrës është e pasur me mikronutrientë si magnezi dhe ekuri, të cilët stimulojnë formimin e qelizave të gjakut dhe kontribuojnë në formimin e duhur të fetusit. Buka e zezë gjithashtu ngre hemoglobinën në nivelin e kërkuar. Ato kanë efekte të mira edhe për shëndetin tonë dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të jetë një mundësi e çmuar për të marrë përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.